Ka nisur edicioni i 21 i Rally Albania, ku motorët dhe makinat e malit sfidojnë jo vetëm njëri tjetrin, por edhe terrenin e thyer malor. Garuesit tregojnë emocionet e kësaj gare, ku veçojnë mikpritjen që u zhbër në përfshatra që ata përshkrojnë. Është hera e dytë që vi në Shqipëri. Isha në të njëjtën garë vitin e fundit. Në këtë kompeticion më pëlqejnë shumë malet dhe rrugët plot shkëmbinj, sfiduese dhe emocionuese të jesh në Shqipëri. Nuk është hera para që bëjmë garë. Kemi 10 vjetë që garëm. Unë pak në kam 8 vjetë, se gara ka shumë që ka fillu. Është më shumë se pasion. Është adrenalin, është pasion, është diçka që nuk bëhet kollaj, po që nuk harrohet kurrë. Shumë është shtrenjtë. Sidomos në këtë kohë shumë është shtrenjtë. Unë vi nga Italia. Kemi garues të fortë. Gara është shumë e bukur, Shqipëria është e bukur gjithashtu. Njerëzit janë të thjeshtë sidomos në përfshatra. Për organizatorët e Rally Albania, ky event është më shumë se sa një garë. Është edicioni 21 i Rally Albania që zhvillohet në Shqipëri për 7 ditë. Nga itinerarja është nga Velipoja, fillon nga Velipoja dhe nga Shkodra, me që është qyteti Europian i sportit për këtë vit. Vazhdojmë në Korçë, që nuk e ndajmë Korçën asnjëherë nga itinerari jon. Më pas jemi në Vlorë edhe më pas në Tiranë. Edhe mbyllet në Tiranë në datë 14 te sheshi Skënderbej. Kemi 200 pjesëmarrës, nga të cilët 23 shtete të botës dhe nga Australia dhe USA. Rally Albania është një mision për Shqipërinë, sidomos për ne që organizojmë. Vazhdojmë me promovimin e Shqipërisë në vende që nuk ka shkuar akoma turist. Edhe ka akoma vende të pa eksploruara, sidomos ka akoma vende që mendoj që e meritojnë të promovohen dhe të popullohen nga turistë dhe sidomos ky lloj turizmi që është turizmi sportiv. Pas Shkodrës dhe Korçës, etapa do të vijojë drejt Vlorës, duke u finalizuar në kryeqytet Tiranë.